Janë rritur çmimet, gjithandej ushqimi është rritur, dhe po thonë po vim po me të njëjtat honorare. Është mirë të stimulohet, ne prap do të vim. Sa herë, sepse e ndjej me shpirt, kjo është skena jonë, kjo është jeta jonë. Nxirrte ai sistem, thonte bëhet festivali në Gjirokastër, po të gjithë kompozitorët shkoshin me magnetofona nga ato të mëdhenj me shirita që ai dohesh një valizhe madhe ti mbante. Edhe nxirrshin ato thesaret që për 4 vjet të gjithë rrethet mundonin të nxirrshin vlerat e kombit. Prandaj kishte mbestesh muzikë e bukur, kishte komisione, kurse sot dalin kjo është. Po megjithatë unë them që duhen mbështetur artistët. Institucionet duhet të japin fonde. Arti i mirëfillt bëhet me fonde. Nuk mundet dot me qenë si me thënë, vetëm duke pritur nga sponsorat e duke pritur. Edhe ata që organizojnë sot kanë një stres të jashtëzakonshëm. Ata bëjnë planet gjatë vitit, duan të ftojnë artistët, ngushtohen. Pra është e mira që fondet t'jenë institucionet, jo veç këtu, gjithandej flas. Duhet të mbështeten. Arti pa mbështetje nuk bëhet. Edhe ardhja jonë këtu është vetëm në sajt të dashurisë shpirtit, unë duke folur me artistët, sepse janë rritur çmimet, gjithandej ushqimi është rritur, dhe po thonë po vim po me të njëjtat honorare. Edhe vetëm dashamirësia u ula me drejtoreshën, me një zonjë gru, me Artanin, me aq bukur pim një kafe edhe unë i dhash fjalën do vim. Jemi me, do me thënë më tepër është dashamirësi. Është mirë të stimulohet, ne prap do të vim. Sa herë, sepse e ndjej me shpirt, kjo është skena jonë, kjo është jeta jonë.